Vajza e Donald Trump, Ivanka Trump, ka pasur një vizitë në Vlorë e duket se Zazani nuk do jetë më i shqiptarëve, por do po themi jepet për të përdorur nga vajza e Donald Trump. Për të folur mbi këto zhvillime të fundit, kam në një lidhje direkt avokatin e njohur zotin Zaçi Islami. Zoti Islami, faleminderit shumë për kohën. Edhe unë ju faleminderit për ftesën. Zoti Islami, si e shikoni këtë lëvizje që së shpejti ndoshta ata që duan nuk do shkojnë më në Sazan pasi do jetë vetëm për të pasurit që kanë shumë lekë dhe nuk do jetë më i shqiptarëve? Njëherë me sa di unë nuk ka ndonjë marrëveshje të ratifikuar dhe të vendosur zyrtarisht me atë Kushneri. Edhe mos thoni vajzën e Trumpit për ta justifikuar tradhtinë e këtij palloshit të gjatë që i thot ajo konkubina e tij që e kanë zëvendës ministre dhe për të cilën po bën namin që ta shpëtojë nga burgu. Pra, Sazani zotëri është tokë shqiptare, është truall shqiptar, është tërësi toksore shqiptare. Nuk e jep dot as ai Esat Pash Toptani të ngrihet nga varri, as Enver Hoxha të ngrihet nga varri, as Fatos Nanua të ngrihet nga varri, as Sali Berisha që vaftë së shpejti në varr, që tha isha dhe unë dakord, tha që Sazanin t'ja jepnim, tha miku ton të shquar Berlusconi, tha. Tani atë që mbaruan dot Fatosi me Saliun, po e vazhdon ky, po doj ta vazhdoj ky. Zotëri, nuk mund të jepet Sazani, nuk është e pamundur, nuk bëhet ajo punë. Ajo punë do lahet pastaj vetëm me gjak, nuk lahet me gjë tjetër, sepse ky nuk merr vesh ndryshe. Pra, do ngrihemi të mbrojmë Sazanin, do ngrihemi të mbrojmë tokën shqiptare, do ngrihemi të mbrojmë territorin tonë shqiptar. Do mbrojmë Adheun Moradheun dhe të jemi pleq. Ta di Edi Rama që edhe pse i përzuri të ri shqiptar, sa të u jepet kushtrimi që hajteni se po na marrin Sazanin, do vinë me vrap të tërë. Kemi marrë garanci për këtë punë. Prandaj ta flër mendin. Edhe ai Kushneri që futi. Më vate me gjetit një Zabërhan atje që është baba i cilit është dënuar në Amerikë për vjedhje, edhe ma bën mik të parë ky vetëm sepse këta bastard kryeministra shqiptar, këta Palaço, këta njerëz të pas cipet, pa fytyrë, pa nder, për të ndënjur në pushtet, janë dakord që të shesin gjysmën e Shqipërisë. Këta janë. Pra ne do t'i dalim zot vendit. Sado që të përpiqen këta me bandat që kanë rreth rrotull, me lukunin që kanë futur në parlament që të votojnë ato që duan ata, Sazani dhe Shqipëria nuk do preken. Ka ca forca të tjera madhore matan oqeanit që mbrojnë Sazanin edhe Shqipërinë. Dhe nuk ja lën ati Xhared Kushnerit, ati Hebreut që ma përmend ky dhe thoni, edhe ju të gjithë thoni Ivana Trump. Zotëri, pse thoni Ivanka Trump? Se marr vesh të punë. Po çfarë do të Ivanka? Po ishte Ivanka në Vlorë, avokat. A ishte Ivanka në Vlorë? Kush ishte? Jo, pati dhe i shoqi Ivankës në Vlorë. Dhe mos haro atëre, në sinkron me Ivankën në Vlorë, i shoqi ishte në Moskë. Po, i shoqi ishte në Moskë për punët e Amerikës, Ivanka ishte në Vlorë për punët e biznesit vet. Jo, i shoqi ishte në Vlorë për punët e Amerikës, nuk e di e ka dërguar Amerika apo ka vatur vet, po di këtë tjetër që ai nëpërmjet Moskës, që nga Moska komandonte marrëveshjen që donte të bënte Edi Rama për t'i dhënë truallin e Sazanit, për t'ia dhënë ati Jared Kushnerit, sepse e merr ai në fakt, nuk e merr ajo. Nuk bie aq poshtë presidenti amerikan sa të dërgoj vajzën e tij për të bërë biznese duke shfrytzuar karriken e presidentit. Se ai sot është president, nesër s'është. Por nesër kur mos jetë president, dikush do t'i kërkojë llogari në Amerikë dhe do t'i jap llogari. Dhe do ta humbasin dhe Sazanin edhe Lirinë. Prandaj them që në asnjë mënyrë nuk mund të jepet Sazani. Nuk jepet zotëri, është tokë shqiptare, pikë. Avokat, ju thanë që Sazanin... Desha sot të denoncoj me forcë deklaratin e pa fytyrë të renegatit, të tradhtarit, të mashtruesit, të hipokritit, të gënjeshtarit Sali Berisha, i cili pa pikë turpi tha edhe kërkoi Fatos Nanua, tha Berlusconi, tha që të merrte ishullin e Sazanit, tha,
Dhe mbas ti tha edhe unë isha dakord. Dhe madje edhe sot e kësaj dite jam dakord. Pra, që janë këta? Çfarë je Timur Sali Berisha? Çfarë je Timur? Kush je Timur që kush të pyet ty more? Të mos them ndonjë fjalë tjetër. Për edukas po e them atë fjalën tjetër. Kush të pyet ty? Shko atje ringrol zez, ringrol sob. Edhe merru me punë të pleqërisë. Se je me një këmbë në varr. Do japësh ti Sazanin. Shko pra jepja, sa kanë në Rama. As ty, as atyre zagarve që vijnë pas te të mbështesin. Jo zotëri, jo. Nuk e jep dot, asnjë nga ju nuk e jep dot Sazanin. Sazani ka zot. Nuk kanë vdekur labrit. Akoma nuk kanë vdekur. Nuk po ndihen tani sepse i mashtron Kenia në shumicën e tyre Kenia antar të partisë punës. Dhe i mashtron ai duke i thënë që është në interes partisë. Po tani u janë hapur syt dhe as ai se bën dot, asnjë nuk e shet dot Sazanin. Nuk jepet Sazani zotëri. Sot dëgjova edhe një ndoqa dhe një bisedë të kapitenit që ka jetuar në Sazan, i cili saktësoi që është e pamundur që të bëhet një marrëveshje e tillë edhe për shumë arsye të tjera, sidomos të infrastrukturës. Sazani s'ka rrugë, Sazani s'ka korrent, Sazani s'ka ujë, Sazani s'ka ku do të çojë plerat, Sazani është një shkretir, është një ginet virgjër, në fakt. Plus që në det janë rreth 100 ton municione të hedhura në det, thot kapiten Muçollari. Dhe unë e falenderoj për atë emision që ka bërë dhe për ato fjalë të shkëlqyera që ka thënë për atë mbrojtje sa shkencore, aq edhe ushtarake, aq edhe civile, aq edhe njerëzore që ka bërë çështjes së Sazanit. Prandaj themi që thresin mendjes Ivankat edhe Ivankët. Edhe Kallum Kusuri që sjell ajo këtu. Nuk na hyn punë, dhe tjetë ju e bie Trumpit po tjetë, po dhe vetë Trumpit tjetë, do t'i themi stop për zotëri se këtu jemi në zot vendi. Kështu. Avokat, po çfarë duhet bërë në të tilla raste? Duhet lënë që Sazani të rrijë kështu siç është i pashfrytzuar, duhet kthyer në bazë ushtarake, pra po, në bazë ushtarake, është bazë, të lutem, është avangardist bazë ushtarake. Është pozicioni i parë nga mund të priten çdo lloj invazioni në Shqipëri. Është pararoja, mbrojtja e parë, skalioni i parë, vije e parë e mbrojtjes së territorit shqiptar. Nuk mund të jepet Sazani zotëri. Do ta bëjnë Sazanin të vinë të bredhen buçit e deputanat e Evropës e të Amerikës aty me kollovarët e tyre, jo mor zotëri, jo. Jo. Avokat, ju tha që Sazanin do e mbrojnë forca përtej oqeanit. Në fakt, forca përtej oqeanit po ne marrin Sazanin. Jo, nuk është e vërtet. Nuk është e vërtet, dhe mos e thoni më këtë. E vërteta është që kërkon ta marrë Kushneri. Kushneri, do të thënë hebreu me mëm sërbe. Pra duan që të futet me çdo kusht. Beogradi nuk vjen dot në averiu të vijë tani nga juglindje, nga jugperëndimi. Nuk vjen dot zotëri. Ne e dim se kush është Kushneri dhe i kujt është dhe ç'përfaqëson. Dhe çfarë planesh kanë o Guzeza për Shqipërinë. Nuk do t'i lëm zotëri. Nuk do t'i lëm. Edhe pse jemi të tradhtuar nga klasa politike shqiptare. Të tradhtuar nga Enveri, të tradhtuar nga Fatosi, të tradhtuar nga Ramizi, të tradhtuar nga Salihu. Të tradhtuar nga Salihu që e bëri dhe me vepra Salihu, edhe e bëri dhe me dokument. U a dha detin atyre, dhe sot grekët thonë e kemi neve detin se kemi bërë marrëveshjen. Të tradhtuar nga krye tradhtari Edi Rama sot. Ne zotëri nuk e lishojmë Sazanin. Do thoni ju çka ka mundor? Kam. Mos të dukem i pamundur dhe i paaftë për ta mbrojtur. Do ta mbrojmë me çdo kusht. Kam njerëz, kemi njerëz, jemi shumë, nuk kemi pak, nuk kemi vdekur, jemi të gjallë dhe Sazanin do ta mbrojmë me çdo kusht. Ta marrë vesh Kushneri edhe Kushneria. Avokat, në fakt, nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës Sazanin do ta kërkonin për ta kthyer në bazë ushtarake, do ishit dakord? Absolutisht po. Absolutisht po. Sepse është vije parë e mbrojtjes karshi agresorëve italo-grek, apo rus, apo sërb, apo dreqi me të birit.
Ne jemi, i vetëmi vend që kemi sot aleat dhe që na mbron është Amerika. Po jo Kushneri, po jo Ivanka, jo zotëri, jo, shteti Amerikan. Është shteti Amerikan që na mbron dhe na ruan dhe ne jemi mirënjohës në çdo sekond që marrim frymë. Po jo Kushneri. Avokat, po pse Rama po vendos të ja jap Kushnerit, siç e thoni ju, ishullin e Sazanit, në një kohë që shumë, po themi, analistë thonë që kjo lëvizje e Ramës për t'i dhënë Sazanin Kushnerit dhe vajzës Donald Trumpit vjen një lloj përpjekje zotit Rama për t'ju afruar Donald Trumpit dhe për të shkrirë një raport që analistët thonë se është i ftohtë. Sa po e thatë. Meqense Trumpi nuk e qas gjikundi di Ramën, madje po t'i dalë përpara dhe mund ta pështyj. Jo më ta qasë ta pranojnë në Shtëpinë e Bardhë, ai tani kërkon që nëpërmjet të bijës të futet në Shtëpinë e Bardhë dhe të pranojnë politikën amerikane. Marr vriu ai, këtu tregon që është dritë shkurtër, që ka dhënë trash, se e mban veten për të mençur, por që ka një cop gomari që se ka shokun. Si do ka ta ndiset politika amerikane që ta bëj vajzë e presidentit. Çfarë bëni kështu more? Ore, ju si gazetar, se ju një djem të mençur, e një djem bashkohor, nuk jeni të mykur si edhe të ndryshkur si ishte Edi Rama. Avokat, politikën amerikane po e bën dhëndri Trumpi në fakt. Sepse Cilën politikën amerikane? Ku po bën politikën amerikane? Sepse dhëndri Trumpit në Moskë ishte me direktivat e Trumpit. Si ishte me kokën e vet. Të shtetit amerikan. Të lutem, të shtetit amerikan, jo të Trumpit personalisht. Gerald Kushner, avokat, është i dërguari special i presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump. Nuk është i Amerikës, i Donald Trumpit, pra i presidentit. Nuk është i Senatit, nuk është i Kongresit, nuk është i... Presidenti e ka dërguar për interesat familjes tij personale, apo e ka dërguar për interesat shtetit amerikan? Dhe nëse e ka dërguar. Të interesave të shtetit amerikan e ka dërguar, po them që Kushner ka lidhje me Donald Trumpin, sepse në Moskë ishte si i dërguar i tij. Dhe s'mund themi që tani në Sazan nuk di gjë Donald Trump se çfarë bëhet me dhëndrin e vet dhe me vajzën e vet. Se nuk ka sens. Atëherë qoftë edhe që ta di dhe qoftë që ti edhe kështu si thoni ju i nderuar gazetar, unë jam kundër çdo lloj investimi privat në Sazan. Pik. Po që për të investuar, dim dhe ne të investojmë. Do marrim kredi në bankë, të na lejoj se teren shtetëror është Sazani, të na lejoj të vemi të investojmë neve. Po që se është për të investuar objekte civile. Jo, zotëri, jo. Sazani është bazë ushtarake. Dhe Sazani do mbetet bazë ushtarake në mbrojtje të tërësisë toksore shqiptare. Dhe Trumpi nuk e bën dot në kokë të tij këtë gjë. Se nuk e ka atë kompetencë, se do vendosi Kongresi dhe Senati Amerikan për të bërë një gjë të tillë. Gjë të cilën nuk e bëjnë ata kur. Kam besim që nuk e bëjnë. Nuk e tjetërsojnë ata. Nuk do në lejojnë ata një shitje tjetër të trojeve shqiptare si që shqit Shën Naumi apo Plav Gucia. Jo, zotëri. Avokat, po ka shumë ishuj për shembull në Greqi që blihen nga futbollistë të njohur të cilët e blejnë, e shfrytëzojnë. Pse mos ndodh dhe kjo me Sazanin që të shfrytëzohet nga një kompani private dhe pastaj shteti përfiton shumë të ardhur nga zhvillimi, nga ndërtimi, se toka prapë e shqiptarëve është. Nuk është shitje, pra është marrje në përdorim. Tani do më lejosh ta zgjeroj çik këtë temë. Greqia sot ka 6.000 ishuj, zotëri. 6.000. Dhe i mbron ata 6.000 sikur të ishin një i vetëm. Ne një të vetëm që kemi kërkojmë t'u japim kushnerëve, çifutëve, serbëve, hebrejve serbo-izraelit. Jo, zotëri, jo. Ne dim kush është Kushneri dhe s'përfaqëson. Ne dim që kërkojnë të futen serbët në Sazan. Nuk do t'i lëm, mor jo. Nuk do t'i lëm, ta djojnë mirë shqiptarët. Dikush do thotë dalëm ose ti 80 vjeç me një këmbë në varr, kush do t'i bësh ti? Do t'i bëj që të kemi atë punë, do ta jam nesër nisem dhe jap jetën atje në Sazat, në Breg. Vetëm që ata të mos shkelin aty. Dhe të mbetet tokë djerë, dhe të mbetet i virgjë si që është i shulli Sazanit, të reaktivizohet
baza ushtarake që ka qenë në kohë të komunizmit, të diktaturës, por jo të vinë sërbët aty, zotëri, jo. Këtë s'do ta lejojmë kurrë. Avokat, ju me drejt thoni që s'do e lejëm kurrë dhe do ngrihen vlonjatët, do ngrihen, po themi, trimat e Vlorës, por në fakt ajo duket një kontradikt e madhe që ne po mbrojmë, mos e vlonjatët më saktë, nuk po mbrojnë dot ujë në Kurvelesh, e jo mo të mbrojnë Sazanin, kur Sazanin, po themi, po investon as më pak, as më shumë, po dhëndri një prej presidentëve më të pushtetshëm në botë. Po më the fjalën dhëndri, do me thënë që është zero me gjufka. Po më the që presidenti Amerikan ka dërguar filan person të autorizuar me kompetenca të plota për të lidhur marrëveshje, këtu jemi dakord. Nësa po the për dhëndrin ne çojmë për të marrur dru dhe ujë në das. Tani, Avokat, po s'është njëjti gjë dhëndrujt tanë me dhëndrin e Donald Trumpit, se Donald Trump dhëndrin e çon me negociu me Putinin lidhur me luftrat në botë, ndërsa ne dhëndrin e çojmë me ble ujë. Po s'është njëjta gjë. Donald Trumpi është presidenti i Amerikës, por nuk është pronari i Amerikës. Nuk është agaj i Amerikës. Jo më jo. Jo më jo, se do t'ja themi dhe këto, dhe kur da ven puna tek thika në palç, do t'ja themi, jo Trumpi tjetë, po dhe jati Trumpit vi. Nuk e merë do të Sazani t'ja e dhëndrit. Qështë kjo do me thënë, u bë Shqipëria plaç këtë regu, ta shesin e ta blinë Sazanët, ata Edi Ramët edhe Kushnerët edhe Qifut të e brejtje botëse, jo më zotëri jo. Jo, bollu kemi bërë nderë Qifutëve neve. Bollu na diskreditoj këj Paloshi, këj Çapaqul, kryeministri që vetë edhe bën konferenca në Tel Aviv dhe shkon tek Kneseti që hebre dhe na diskrediton botërisht, u bë me vizita atje. Ju prulsa ti lëpinte prapanicën ati krye kriminalit të Izraelit, Benjamin Netanyahu. Por e them për të disajtën herë, mos vini një barazimi midis dhëndrit të Trumpit dhe vetë Trumpit. Mos e bëni këtë zotëri se është gabim shumë i rëndë. Pyeni direkt pyeni të presidentin Amerikan aty. Ka një dokument dhëndri i Trumpit që të vi aty të bëjë marrëveshje? Një. Të lutem. Ka një dokument zyrtar e bija e Trumpit që vjen si e dërguara e presidentit jo vajzë babait? S'ka. Atëherë me kë i bën marrëveshjet? Çfarë këto marrëveshje që më thoni ju? Ne po flasim në kuadër të një logjike kur është ndryshe nëse Gerald Kushner, po themi, që ka marrë gocën e vajzën e presidentit Trump, nuk do kishte asnjë lloj lidhje me Trumpin në aspektin e pushtetit. Pra, nëse Kushner nuk do shkonte me asnjë vend si dërguari special i Trumpit, do ishim shumë dakord që të themi edhe kur vjen këtu në Shqipëri, atëherë s'ka lidhje me Trumpin. Por nisur nga, po themi, afrimiteti që Trump ka me dhëndrin e vet, ku dhëndrin e vet ai e dërgon me misione shumë speciale, që janë konflikte botërore, që janë në vazhdime sipër, e dërgon me mision, ishte në Davos, e çoi në Moskë, dhe pra nuk mund të themi ne që s'ka lidhje, se nuk është Trumpi vet, por influenca e Trumpit, normalisht, çdo kryetar shteti mund të mendojë 2-3 herë për t'i thënë jo, pasur parasysh se kush është pas. Se po, të lutem, do marrim rastin që i thot jo, pastaj çfarë? Nuk të mbron. Pastaj? Nuk të mbron. Kurdo? Ti mund t'i thush jo. Po jo, po qëse ne kemi mbrojtur të na mbrojë personalisht presidenti Amerikan, nëse marrëveshjet dhe marrëdhëniet zyrtare mbështeten në bazë të pozicionit që ka në familjen e presidentit apo të kryeministrit të Shqipërisë, X apo Y person, ne na ka marrë lumi, jo neve, po gjithë botën e ka marrë lumi. Asnjë vend i botës nuk i bën marrëveshjet dhe bisedat me presidentin e Amerikës duke qenë se na ka ardhur dhëndri tjetër dhe ne do t'i japim ç'na kërkon dhëndri, se është dhëndri presidentit. Jo më zotëri, këto janë shumë të vogla për t'i diskutuar. Janë, domethënë, bie niveli bisedës në një nivel kafeneje. Zotëri, nëse ai është dhëndri Trumpit, nuk më intereson fare hiç.
Sot është dhëndër i Trumpit. Nesër u zëmërua me të shoqen e ndau s'është më dhëndër i Trumpit. Atëherë ç'na ngelet neve? Na ngelen brekët e Kushnerit. Kjo na ngelet. Përderisa ka ardhur vajza, Vajza zotri nuk është presidente dhe nuk ka asnjë funksion. Të lutem. Nuk ka asnjë funksion në administratën amerikane vajza e presidentit. Fare, nuk e një njeri. Bile dhe në shpinë e bardhë mund mos hyjë nëse nuk merr leje. Se është gruaj martuar, është në familjen vete, është shoqja e Kushnerit. Çan këto koncepte që keni more? Këto janë koncepte anadollake, nuk i ka më njeri sot në këtë botë. Në kohën e perandorisë turke shkoi bëje mik Pashajin dhe marrë çfarë të doje. Avokat në këtë botë vetëm me lobime mund të qash para avokat. Është një ta lobim hiqësi. Ajo fjala lobim për të me fjalën tradhtim. Amerikanët e përdorin më shumë. Amerikanët ata e përdorin atje se kanë interesa dhe vën veton, ushtrojnë forcën. Po ne jo zotri, nuk kemi lobim, ne kemi një politik, duhet të kemi një politik kombëtare, të interesit kombëtar, të mbrojtjes së interesave të popullit dhe të shtetit, të mbrojtjes së interesave të atyre fakir fukarejve që vdesin edhe si merr një vesh njeri në për familjet e tyre, në për shtëpitë e tyre, se u kanë një fëmijë, por të jemi neve. Ndërsa më thoni se po këmbgulni shumë dhe shoh që dhe media, pjesa tjetër e medias diskuton faktin që ka ardhur vajza e Trumpit edhe ne tani asaj do t'i shtrojmë kurrizin. Jo më zotëri jo. Jo më zotëri jo. S'ka ardhur mbes e Trumpit, ka ardhur i shoqë dhëndër i Trumpit. Avokat, po nëse kam një pyetje tjetër. Okej, e lëm te Sazani. Po Zvërnecin, edhe Zvërnecin nuk keni dakord që të shfrytëzohet që të ketë përmasa shumë të tjera ekonomike, pra ta lëm ashtu siç është? Dëgjoj. Kur të vdesin investitorët shqiptarë dhe të bien jo Kushneri, po këdo tjetër. Avokat, me këto investitorë e kemi parë shqiptarë si janë prishur vijat bregtetare, që nga Krin Kosti, që nga vijat tjera, që në Tiranë që po ndërtojnë kullat, çfarë investitor shqiptar është pretendon ti? Unë nuk pretendoj se s'kam investitor shqiptar, po pretendoj të tjetër. Asnjë hebre ose serb nuk do investojë në tokën shqiptare. Pik. Asnjë. Janë bashkë. Avokat, du të kaloj te një temë tjetër që ka të bëjë me vendimin e Këshillit të Mandateve që të mos jap një vendim për arrestimin e Belinda Ballukut. Pse nuk po dilet me një vendim lidhur me kërkesën e Spakut? Sepse aty s'ka deputet me tru dhe burra shteti që për të përfaqësojnë qytetarë shqiptarë. Atje janë një grup rrugaçësh të vendosur nga Edi Rama, të emëruar nga Edi Rama dhe nga Sali Berisha, të cilët mbrojnë dhe nxisin të mbrojtjen e interesave të Edi Ramës dhe të Belinda Ballukut. Zotëri, Belinda Ballukun është rast unikal në botë që të tjetë e pandehur dhe të jetë në krye të detyrës. Vetëm në Shqipëri ndodhi këto. Kjo është një ulërim që duhet një siren alarmi që shqiptarët duhet të ngrihen në këmbë me kuqe me maçi dhe ta përmbysin këtë qeveri sepse po bën atë që s'bëhet. Mbron hajdutin me ligj. Të mbrosh hajdutin me ligj të bëjnë vetëm komunistët dhe komunistët shqiptarë shquhen për të tillë. Vrasin me ligj kundërshtarët dhe mbrojnë me ligj hajdutët. Këtë bëjnë komunistët shqiptarë. Ndaj nuk presgjën ai, jashtë kryetari i Komisionit Mandateve. Ai është një komision paçaure, një komision leck që si vlen askujt dhe ne nuk prishim ndonjë gjë tjetër. Ore, Belinda Ballukun ai nuk e dorëzon. Belinda Balluku është vijë demarkacioni, nëse do bëhet kryengritje në Shqipëri ose do të nënshtrohemi hajdutëve, pik. Po cila është arsye që nuk e dorëzon avokat? Ka interes personal vet, mendon që po dorëzoj Ballukun mund të bie vet? Apo ndoshta beson që këtë që i bën Spaku Ballukut nuk është në mënyrë ligjore, nuk është e duhura dhe ndoshta kërkon që gjërat të ecin sipas ligjit. Cili ligj? Se deri tani s'po ecin sipas ligjit, po ecin sipas maliqit. Me ligj zotri
derisa gjykata ajo prokuroria e posaçme Spaku ka dhënë një mandat arresti dhe ka shpallur të pandehur, ajo duhet ta kontestoj vendimin e gjykatës kundër krimit dhe korrupsionit të mirë them të Spakut, ta kontestojë në gjykatë të shkallës parë, pastaj në gjykatën e apelit, pastaj në gjykatën kushtetuese, gjykatën e lartë dhe në fund në gjykatën kushtetuese. Ndërsa këtu shkelin të tëra ligjet. Pra nuk veprohet me ligj zotëri. Nuk veprohet me kodin e procedurës penale. Fare që jemi janë kilometra të tëra larg, vite dritë larg. Jo, kjo bëhet me qëllim që vetëm që të shpëtoj Belinda Ballukun, se Belinda Balluku ja ka bërë ben Edi Ramës, po ju nuk i ndiqni ndoshta intervistat e saj. Ajo i tha kështu Edi Ramës, zotëri tha, unë nuk do lejoj tha që ti të bësh me mua atë që bëri baba yt me gjyshin tim. Kur ja ka thonë avokat, kur ja ka thonë, nëse kemi dëgju. Shikojni se e keni në gjithë portalet. Po se keni do t'ua dërgoj unë. Që i ka thënë vet, ka dalë vet, apo se çfarë thon portalet se ka thënë Belinda Balluku? Në mesazhe që kanë dalë nga pyetjet edhe nga intervistat e saj, i ka thënë nuk do të lejoj ty të bësh. Është kjo një formë kërcënimi, një formë shantazhi e asaj ndaj zotit Rama? Po, ajo e ka shantazhuar, po kjo vërtetohet absolutisht 400% për faktin që ai po e mbron me të gjitha mënyrat, me të gjitha mjetet e hajdutëve, që mbron hajduti hajdutin. Ajo e ka kapur atë ku kapet burri keq, e ka zënë për testikuj që Edi Ramën dhe Edi Rama nuk lëviz dot. O do vej bashkë me të, o do rri bashkë me të. Avokat, si shpjegohet që gjykata e vetme e cila është ngritur në kushtetut për të zgjidhur ngërçe kushtetuese, duket se po e krijon vet një ngërç kushtetues duke e çuar këtë çështje në Komisionin e Venecias? Pse kështu kanë vendosur ta çojnë Komisionin e Venecias, nuk e di këtë gjë. Të paktën kështu është thënë në media, zëra mediatik thonë që gjykata kushtetuese mund të dalë me një vendim që të kërkojë interpretim nga Komisioni i Venecias. Po, të kërkojë interpretim nga hajdutët dhe mafiozët e Venecias, dakord jam me ty. Ai ora këta do i bëjnë të tëra. Ai gjithçka bën derisa nuk ngrihet populli, derisa nuk ka opozitë, derisa ka mbështetjen absolute të Sali Berishës. Ora ka mbështetjen absolute të Sali Berishës ai me këto që bën. Ta fiksojnë shqiptarët, ta dinë. Avokat, kam dhe i pyetjet fundit, jo më larg se pardje u miratua ndryshimet në kodin penal, ku tashmë parkimi i dysheve është vepër penale dhe mund përfundosh në burg. A ishte e nevojshme një masë kaq drastike? Unë president shumë kjo si gjë fare. Unë kam thënë që është rivendosur diktatura e Enver Hoxhës. Ju akoma nuk e shihni se çfarë po bëhet. Po u rishket ujë në rrogos dhe ju hiç flini gjumë. Ju shqiptarë, ti dhe gjithë tjerë, përjashto mua. Unë e di që po vendoset diktatura, unë e di që do bëjnë ligje tjera akoma më drakoniane, e di që do bëjnë arrestime dhe burgosje sa të doj qefi dhe në fund fare presde që të vrasin njerëz rrugëve pa gjyq, pa gjë. Mafia komuniste këto i ka bërë, i bënde do t'i bëj. Pra që kohë sa do ketë pushtet. Ai është një kod penal antinjerëzor, kriminal, që s'përshtatet gjykuni me ligjet dhe me kodet penale të Bashkimit Evropian dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në fakt Rama thotë që ndryshimi i kodit penal është bërë për t'u parafruar me legjislacionin e Bashkimit Evropian. Gjithmonë po tha Edi Rama e bardh, llogarisi që është sterrezez. Dhe po tha Edi Rama është e zez, llogarisi që është e kuqe. Nuk thot asnjëherë të vërtetën Edi Rama. Edi Rama të tjera thot tani, të tjera thot pastaj. Të tjera thot hapur, të tjera thot fshehur. Të tjera bën. Edi Rama është tipik komunist, pik. Dhe ja kam thënë të tëra këtu. Avokat, faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi. Edhe unë të falenderoj për ftesën dhe inshallah bëjmë biseda tjera të jenë pak më të këndshme dhe të kemi më pak probleme të kësaj natyre.